Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit dhe dinamikat më të fundit që kanë të bëjnë rreth artistëve shqiptar. Do të ndalojmë tek një emision i moderuar nga kolegja ime shumë e nderuar dhe e dashur për publikun, Elita Rudi. Elita Rudi është rikthyer këtë sezon fuqishëm duke prekur një ndër temat më të ndjeshme për shqiptarët. Ish banorja e Big Brother VIP Albania, njëkohësisht edhe mike shumë e afërt e Josefin Markut, Valbona Amhilli ka deklaruar një detaj shumë të rëndësishëm që ka bërë bujen e madhe mediatike. Unë njëherë do të lexoj të gjithë lajmin dhe analizën dhe më pas do vazhdoj të komentoj këtë ngjarje. Elita Rudi është rikthyer fuqishëm këtë sezon me programin e saj të njohur The Elite Way, një rikthim që shumë shikues e kishin pritur me padurim. Por këtë herë epizodi i parë i sezonit të ri nuk ishte thjesht një hyrje e zakonshme. Ai u kthye në një moment reflektimi, emocioni dhe një tregim për pendes, respekt edhe miqësi. E ftuara e saj ishte ish banorja e Big Brother VIP Albania, Valbona Amhilli, një vajzë që u bë shumë e komentuar gjatë aventurës së saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Por arsyeja pse biseda e tyre mori kaq shumë vëmendje ishte pikërisht për shkak të një epizodi që tronditi publikun disa muaj më parë. Momenti i famshëm kur Josefin Marku, miku i ngushtë i Valbonës, humbi kontrollin dhe goditi me shuplak në fytyrë Gjestin. Një moment i pakëndshëm, një skenë që u komentua gjatë dhe që u kthye në një nga episodet më të përfolura të gjithë të edicionit. Shumë njerëz e panë si një gabim të pafalshëm, të tjerët si një shpërthim emocional të çastit, por sot përmes zërit të Valbonës publiku dëgjoi një tjetër anë të historisë. Ajo foli me sinqeritet, foli me emocion dhe me një ndjenjë përgjegjësie për të shpjeguar të gjithë këtë situatën. Valbona theksoi se këngëtari Josefini është penduar thellësisht për atë që ndodhi. Jozi ndihet shumë keq për situatën që ka ndodhur, absolutisht që e mirëpret Gjestin dhe ka shumë respekt për të, u shpreh ajo me një zë të qartë e plot emocion. Dua të ndaloj pak këtu. Do me thënë, nga intervista që Valbona ka thënë dhe nga deklarata që Valbona Amhilli ka thënë, dhe nuk e kuptoj pse Valbona e ka thënë këtë deklaratën, duke qenë ndoshta edhe mike e afërt e Jozit edhe duke patur atë afrimitetin bashkë me Livian dhe disa nga personazhet e shtëpisë së Big Brotherit që kanë komunikim dhe afrimitet me Jozin bashkë, Valbona Amhilli ka dashur të shpjegojë që Jozi është po ndjehet në fakt shumë i thyer, shumë i mërzitur shpirtërisht dhe e pret Gjestin me krahët e hapur, ka thënë Valbona. Këto fjalë nuk ishin thjesht një mbrojtje për mikun e saj, por një mesazh që synonte të qetësonte zemrat e fansave dhe ndjekësve të atij spektakli që u shokuan nga momenti i dhunës. Sipas saj, Josefini nuk është krenar për atë që bëri, përkundrazi, ai e ka pranuar fajin dhe e ka thënë publikisht dhe privatisht, duke shprehur pendesën e tij jo vetëm në intervista, por edhe personalisht tek ajo se si një mikeshe ngushtë që i ka qëndruar pranë. Do me thënë, sipas Valbonës, në një takim të tyre, Jozi është takuar me Valbonën dhe gjatë gjithë bisedave që kanë bërë, do me thënë, vazhdon miqësia e tyre, edhe pse doli një herë lajmi që Jozi dhe Valbona kanë qenë në një lidhje dashurie, kjo rezulton që të mos jetë e vërtet, vazhdon miqësia e tyre dhe nga afrimiteti që kanë, nga bisedat që kanë bërë, nga fjalët që kanë ndarë në fakt me njëri tjetrin, Jozi ndjehet shumë i penduar dhe në një farë mënyre nëpërmjet Valbonës don të tregon se kërkon edhe falje tek Gjesti. Valbona e theksoi edhe një herë se përtej kamerave, përtej asaj që publiku ka parë, Josefini është një djalë me shpirt të shumë të mirë. Më ka shprehur personalisht përtej kamerës se ndjehet shumë keq, thot Valbona. Ka dhënë mendimin e tij për atë që ndodhi dhe e di shumë mirë që nuk ka qenë një moment i lehtë as për të e as për Gjestin, as për ne që e përjetuam këtë gjë nga afër. Shtoi ajo duke lënë të kuptohet se pas çdo imazhi televiziv ka një realitet njerëzor shumë më të ndërlikuar. Ky rrëfim emocional nuk ishte vetëm për të shfaqësuar mikun e saj,
por edhe për të treguar se gabimet më të rënda mund të pasohen nga reflektime të sinqerta, se dhuna nuk është zgjidhje, por pranimi i saj, pendesa dhe respekti që pason mund të jetë një hap drejt këtij shërimit. Në vazhdim të bisedës, Valbona u pyet edhe për raportin e saj me fituesin e këtij edicioni të Big Brother. Me një buzëqeshje të qetë ajo tha se kanë kontakt her pas here dhe se ndiqen në rrjetet sociale. Do me thënë bëhet fjalë për gjestin, në qoftë se Valbona Mhilli ka raport dhe ka komunikim. Valbona Mhilli ka treguar që ka një komunikim me gjestin, gjë të cilën e ka thënë edhe një herë më parë që komunikimi me gjestin është një lidhje që nuk është shumë e ngushtë, por që dëshmon se respekti mes tyre ka mbetur pavarësisht të rrugëve të ndryshme që ka marrë secili pas daljes nga shtëpia. Dhe këtu intervista e parë e sezonit të ri The Elite Way nuk ishte thjesht një rikthim i Elita Rudit në ekran, por ishte një rikthim me mesazh, një mesazh që ngërthen brenda ndjesinë e miqësisë, fuqinë e pendesës dhe vlerën e respektit mes njerëzve edhe kur gabimet lënë gjurmë të rënda. Ky moment nuk është vetëm një tregim për atë që ndodhi mes Josefinit edhe Gjestit, është një reflektim për të gjithë ne. Sa shpesh ndodh që në momente dobësie të bëjmë gjëra që nuk do t'i bënim kur me vetëdije, sa shpesh fjalët, veprimet apo reagimet e çastit lënë plak që më pas duan kohë për t'u shëruar, por ndryshe nga ajo që ndodhi në shtëpinë e Big Brother, sot dëgjuam një mesazh shprese, një mesazh që thotë se pranimi i gabimit është gjysma e faljes dhe se ndonjëherë pendesa e sinqert ka më shumë vlerë se sa çdo justifikim. Në fund publiku mbetet i ndarë, disa ende e shohin me sy kritika të moment, të tjerët besojnë se pendesa e Josefinit është e sinqert, por një gjë është e qartë. Kjo ngjarje nuk do të harrohet lehtë, ajo do të mbetet një pikë these në historinë e Big Brother VIP Albania, një kujtim i hidhur, por njëkohësisht një mësim i rëndësishëm për të gjithë ne. Dhe ndërsa Elita Rudi e mbylli episodin me qetësinë dhe profesionalizmin e saj karakteristik, publiku mbeti me një reflektim të thellë se çdo veprim ka pasojat e veta, por çdo njeri ka të drejtën të kërkojë falje dhe të përpiqet të bëhet edhe më i mirë. Në fakt, kjo është deklarata që Valbona Mhilli ka dhënë, domethënë duke ndarë një bisedë private të saj me Josefin Marku, teksa Josefin Marku vazhdon të ndjehet shumë i penduar për veprimin që ka bërë kundërdrejt Gjestit edhe për kulturën që Jozi ka treguar kundërdrejt të Gjestit. Ai ka bërë një alarm që e pret Gjestin me duar hapur, ndoshta ishte kjo një mesazh nga ana e Valbonës drejtuar Gjestit, por gjithsesi unë uroj që mes artistëve shqiptar gjithmonë të ketë paqe.